E ke vënë re sa shumë po ndryshon Gjermania? Po të tregoj shkurt e qartë çfarë hyn në fuqi në vitin 2026, që mos të ka papritur, sidomos nëse e prind, punon me mini-job ose ke fëmijë në shkollë. Që nga janari, Kindergeld rritet në 259 euro për çdo fëmijë. Pa bërë asnjë antrag, vjen automatikisht. Nëse punon me mini-job ose part-time, paga minimale ngrihet në 13.90 euro në orë, që do të thotë më shumë të ardhura mujore, sidomos për ata që punojnë 40 deri 50 orë në muaj. Dhe janë një ndryshim që shumë prindër e kanë pritur prej vitesh. Nga gushti 2026, çdo fëmijë që nis klasën e parë ka të drejtë ligjërisht për kujdes ditor të zgjeruar, që do të thotë më shumë orë në shkollë dhe më pak stres për prindërit që punojnë, pa vrapime, pa babysitter të kushtueshëm. Shteti po planifikon edhe lehtësime të vogla për familje me të ardhura të ulta, por vetëm për ata që plotësojnë kriteret. Ndryshe nga sa përhapet online, jo çdo familje merr automatikisht ndihmë shtesë. Për emigrantët dhe diasporën, këto ndryshime prekin direkt jetën e përditshme. Më shumë mbështetje për fëmijët, më shumë orë kujdes në shkollë, më shumë të ardhura nga punët e vogla dhe më pak presion financiar. Tani më thuaj ti, cili prej këtyre ndryshimeve do të ndikojë më shumë te familja jote? Rritja e Kindergeldit, paga minimale, apo oraret e reja të shkollës?